Pra dikush që ka shkel tan yme s'ka në rahat apo. Qoftë nga gjenet apo që nga njerëzit apo. Wallahi edhe njerëzit që janë godit me diç nga smunjet pej gjendve, pej sehrit e kështu me radhë, kanë vujt sa inës kanë hjek. Çat kriminal që të ka bozur në dunja pej koltuqeve bi idhnillah kime pa ka e djeg Allahu xhallahu ala xhenam. E kime kesh. A ka mirë mos me të lora ata, po dhama, tash shije këtë dënim, po tash kemi dëllim, se ti sa më shumë dënosh, më shumë bësh i urrëtur tek Allahu xhallahu ala. Nëse në dunja sa më shumë ke mundu më shumë Allah më ka dashur atë. Ka dëllim. A bësh dëllimin? Gjithkund i dallum. Je i veçantë gjithkund. Pra për të që kështu për të japta. Wallahi kur i shih çka Allahu xhallahu ka më i dënuar. Kur nuk ka çat ka boti kur në këtë dunja. Mburr të ka bëj sa dush. S'prish punë. Mirë po, vjen dita, a dhe është të ardhë, ditë për ditë, a i në mangat që saj dite, ditë për ditë mangat jem. Përndaj, në surën në Ankebut, të kësurja sprovës, që Allah ka vëdhu me sprovë, ka thonë, inna e gjelë Allahi le atë. Caktimi Allahot për këtë ndame është të ardhë, le atë, veç pak të regoni që për një me e keni. Pastaj thotë, Allahu Gjellë Ula, shikaj me qëfar, subhanallah, përgëzimi për neve dhe qëfar poshtërsie për kufart përfundohet surja Mutafifin. Hel thuwi bel kufaru ma kanu yefalun o musliman. Allahu Gjellë Ula thot, a përshet që kom i bo? Që hel thuwi bel kufaru